Kalaja e Skënderbeut në kepin e Rodonit, fortesa që shikon detin. Mes ujrave të Adriatikut dhe tokës shqiptare, aty ku deti fut thellë në brigje, ndodhet një nga vendet më misterioze dhe më të bukura të Shqipërisë, këndi i egër dhe magjik i kepit të Rodonit. Nga lart, kjo pjesë e bregdetit duket si një dorë që zgjatet drejt detit, por poshtë i peizazhi fshihet një histori e madhe, një histori lufte, mbrojtje dhe ëndre. Ky është kepi i Rodonit, një vend strategjik që prej shekujsh ka kontrolluar një pjesë të rëndësishme të Adriatikut. Këtu, në shekullin e 15, u ndërtua një nga fortifikimet e lidhura me emrin e herojt kombëtar shqiptar, Gjeri Kastrioti Skënderbeu. Kalaja e Rodonit, e njohur dhe si Kalaja e Skënderbeut, nuk ishte thjesht një ndërtesë mbrojtëse, ai ishte pjesë e një vizioni të madh. Skënderbeu kërkonte të siguronte dalje dhe komunikim me detin, në një kohë kur bregdeti ishte një pikë vendimtare për tregtinë, furnizimet dhe lidhjet me botën jashtë Shqipërisë. Edhe pse sot një pjesë e saj është dëmtuar nga koha dhe forcat e detit, muret që kanë mbetur vazhdojnë të tregojnë fuqinë e kësaj fortese. Gurët e vjetër që shohim sot janë dëshmi e një epoke kur këto brigje nuk ishin thjesht peizazh i bukur, por pika ku vendosej fati i njerëzve dhe i territoreve. Por kepi i Rodonit nuk është vetëm histori luftrash. Ky vend mbart dhe legjenda, mister dhe një atmosferë që të bën të mendosh për njerëzit që kanë jetuar këtu shekuj më parë. Imagjinoni rojet mbi këto mure, duke parë horizontin e detit, duke pritur anije emisora për kërcënime që mund të vinin nga larg. Sot, Kalaja e Skënderbeut në kepin e Rodonit mbetet një nga thesaret e fshehura të Shqipërisë. Një vend ku historia takohet me natyrën, ku kurrët flasin dhe ku çdo valë e Adriatikut duket sikur sjell një pjesë të skaluarës. Ky është një tjetër kapitull i Shqipërisë së fshehur.